Autoriteti i konkurrencës deri më tani nuk ka marrë ndonjë indikacion apo nuk ka pranuar ndonjë ankesë rreth kësaj problematike. Mirëpo autoriteti i konkurrencës në momentin kur vren se një treg i caktuar është duke u çrregulluar, atëherë janë dy faza ku autoriteti i konkurrencës ndërhyn. Fillimisht bën monitorimin e tregut, të atij tregu të caktuar, më pastaj nëse ka indikacione se ka abuzim me pozitën dominuese apo marrëveshje të ndaluara, atëherë autoriteti i konkurrencës nxjerr konkluzion për fillimin e procedurës hetimore e më pastaj autoriteti zhvillon procedura tjera të cilat janë konform ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Gjithashtu, Arifi përmend rastin kur ndërhyn autoriteti i konkurrencës, e një ndër to është kur çmimi s'është i arsyeshëm në raport me vlerën e produktit. Do të keni parasysh se të tregjet që janë të rregulluara në Kosovë, autoriteti i konkurrencës ndërhyn vetëm në raste kur kemi të bëjmë në mes të ndërmarrjeve që kanë pozitë dominuese dhe abuzojnë me atë pozitë dominuese. Te çështja e pozitës dominuese, autoriteti ndërhyn te rastet kur kemi të bëjmë me çmime të tepruara dhe çmimet ndër çmimin e kastës. Gjatë hulumtimit të betimit për drejtësi, autoriteti i konkurrencës u njoftua për gjendjen e këtij tregu dhe Arifi konfirmoi se do të ndërmerren hapa. Përkatës, më pastaj do të ftojmë në takim kompanitë të cilat potencialisht konsiderohen se janë duke abuzuar me pozitë dominuese apo potencialisht janë duke kanë bërë marrëveshje për fiksim të çmimeve. Më pastaj autoriteti i konkurrencës do të vazhdon hapat më tutje sipas ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Te marrëveshjet e ndaluara dhe të abuzimit me pozitën dominuese, si dhe të shitblerja e aksioneve të cilat nuk e bien notifikim në autoritet konkurrencës, gjobat janë deri në 10% të qarkullimit vjetor.